Qeveria shqiptare po bën përpjekje për një linjë fluturimesh direkte me New Yorkun. Vizita e kryebashkiakut amerikan Eric Adams në Tiranë i dha kreut të qeverisë mundësinë për të përsëritur kërkesën, e cila nëse realizohet, do të lehtësojë lëvizjen e qytetarëve të SBA dhe Shqipërisë. Dhe duke qenë se kryetari i bashkisë ka qenë kyç në vendosjen e disa linjave direkte të New Yorkut me vende të tjera për të parë mundësinë e nxitje ekstra në përpjekjen që ne po bëjmë për të vendosur fluturimin direkt me New Yorkun. Gjatë një deklarate të përbashkët, kryebashkiaku i New York Adams vuri theksin tek bashkëpunimi ekonomik, por edhe tek migracioni. Erdha këtu të flas për turizmin dhe të shohim si mund të shfrytëzoj muaj që kam në detyrë për të ndihmuar në këtë aspekt. Diskutuam edhe në lidhje me mënyrën si duhet të merremi me çështjet e migracionit në të gjithë botën dhe për të folur për atë që duhet nga Ministria e Mbrojtjes. Jemi të angazhuar për mënyrën se si mund të krijojmë një marrëdhënie simbiotike. Sqaroi gjithashtu dhe arsyeën e vizitës së tij në Shqipëri. Ka patur shumë spekulime pse jam këtu. Jam për të përshëndetur e mësuar nga një mik dhe për të forcuar një miqësi që nuk na lejon të kemi ndasi. Do të mësojmë nga njëri tjetri. Nuk munguan as batutat mes dy drejtuesve të lartë. Dhe duke qenë ai shumë interesuar për teknologjinë, ka shumë dëshirë që të takohet edhe me diellën.